Në raport me institucionet e pavarura, agjensitë e tjerë që duhet me anëtarët e cilës duhet me u zgjedh nga Kuvendi i Republikës së Kosovës e disa edhe duhet me u propozu në kuvend nga Qeveria e Republikës së Kosovës, fillimisht do thotë është shumë problematike sot për shembull si IKD që i kemi evidentuar 17 institucione që nuk kanë përbërje të plotë në funksionimin e tyre. 4 prej tyre do thotë tani më janë jo funksionale. Komisioni pavarur i ankesave, bordi i ankesave ndaj vendimeve të KPM-s, autoriteti regulativ i hekurudhave dhe bordi i RTK-s. Ndërsa të tjerat, 13 të tjera janë duke funksionuar në përbërje jo të plotë. Tash, përpos faktit që kriza e shkaktuar institucionale, tash e disa muaj, e ka shtu këtë problematik, kjo problematik derivon që nga legislatura e kaluar, që kishte dështuar që t'i plotësoj gjitha këto pozita në këto institucione dhe që në atë mënyrë që institucionet dhe këto organe, këto agjensi ta zbatojnë ligjin dhe t'i zbatojnë detyrat e tyre. Në disa raste do thotë ishte arritur që të zhvilloshin gjitha procedurat, mirë po në votimin final do thotë nuk ishte marrë shumica e nevojshme për zgjedhjen e tyre. Dhe tash do thotë në këtë situatë është definitivisht problematike për shkak se qeveria e kaluar ka qenë qeveri e numrave të mëdha dhe ka qenë pritje e arsyeshme me thonë që po kjo qeveri ka mi zgjedh gjithë anëtarë për shkak se asnjëherë s'ka me pas blokad, kanë më marrë vesh letë brenda një grupi parlamentar për çështjen e votimit e tjerë dhe nuk ka më bloku, por që fatkeqësisht sot i kemi do të thotë 17 institucione të pavarura, agjensi të pavarura e tjerë të cilat janë duke funksionuar në përbërje jo të plotë. Dhe kjo definitivisht se prek direkt aspektin e sundimit të ligjit, e prek direkt infrastrukturën institucionale në kuptim të funksionimit të saj. Për shkak se sot tash i kemi 17 institucione që janë në përbërje jo të plotë, i kemi 4 institucione që janë tërësisht jo funksionale, që për shkak të mungesës së numrit të nevojshëm të anëtarëve që përbëjnë quorumin, nuk kanë mundësi që ta marrin vendime. Kjo i bie se edhe ligjet që zbatojnë këto institucione janë aktualisht të pazbatueshme. Dhe që definitivisht kjo çështje prek sundimin e ligjit dhe prek jetën institucionale. Dhe tash edhe kriza politike që është krijuar, tash e disa muaj ka filluar do të thotë dhe ka prekur një pjesë të konsiderueshme të infrastrukturës institucionale në Republikën e Kosovës. Sa i përket ushtruesve të detyrës. Do thotë kjo çështje është diskutuar që nga momenti kur kjo qeveri ka marrë detyrë, qeveria tani në detyrë. Sipas standardeve ndërkombëtare, sipas çarimeve të ndryshme që jipen në këtë drejtim, ushtruesi i detyrës është një përjashtim. Do thotë mund ndodhin situata të ndryshme që ti mund të kesh nevojë për caktimin e një ushtruesi të detyrës. Ta zëm për shembull një titullar vdes, një titullar pa asnjë paralajmërim e tjerë jep dorëheqje. Dhe ka do thotë arsye objektive që për me e siguru vazhdimsinë institucionale të cakton një ushtrues detyre. Mirë, po logjika është që ti ushtruesin e detyrës e cakton vetëm në këto raste përjashtimore dhe vetëm derisa të zgjedhet titullari i ri. Fatkeqësisht e kundërta ka ndodhur me këtë qeveri. Kjo qeveri, çështën e ushtruesve të detyrës e ka posur si parim, ndërsa zgjedhjen e rregullt të tyre e ka posur si përjashtim. Dhe kjo ka do të thotë pasoja shumë dimensionale. Ka pasoja fillimisht në kuptim të administrimit të institucionit. Ndryshe administrohet në institucion që ka një titullar, që para vetës ka një plan, ka një strategji, ka një mandat të vetin e tjerë, sa nga një ushtrues detyre. Garancionet që ka një person i zgjedhur në mënyrë të rregullt nuk janë sikur se ato që i ka një ushtrues i detyrës, që si e përmendi edhe zotëria Jupi, ka mundësi që të shkarkohet nga detyra përmes një vendimi, përmes një emaili. Dhe edhe praktikat e tjera në vendet e tjera kanë treguar se kjo qasje mund të paraqes një burim të lartë të korrupsionit për shkak të mundësisë që let me i caktu, let me i largu dhe po ashtu let do të edhe me i zavendësu me personat të tjerë. Çfarë përgjegjësie kanë këta nëse këta vazhdojnë me kry funksionin edhe pas kohës kur ju s'ka dhënë
mandati? Si ushtrues detyre. Aktgjykimi I Gjykatës Supreme në rastin e Agjencisë Aviacionit Civil e ka theksuar shumë qartë se përtej afatit ligjor, nëse mbohet një pozitë me ushtrues detyre, I bie se është duke u mbajtur kundërligjshëm dhe ai person nuk e ka asnjë kompetencë për shkak se thjesht nuk është ushtrues I detyrës, edhe nëse e ka një vendim të tillë. Për çfarë arsye? Sepse Gjykata Supreme tha se është afati 1 vjeçor që I referohet ushtruesit të detyrës si pozitë, si institucion dhe jo si person. Pra nuk mundesh me mbajt për një periudhë të caktuar kohore një pozitë me ushtrues të detyrës dhe kur të kalon ky afat, ti thjesht me ndrua emrin. Gjykata Supreme tha se ky është afati maksimal brenda të cilit një pozitë mundet me mbajt me ushtrues të detyrës dhe nuk nëse kalohet, atë nuk mund caktohet ushtruesi I detyrës. Dhe kalojmë në vakum institucional. Tash është ndryshu ligji për zyrtarët publik, sepse ka qenë duke u vlerësuar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës dhe tash është përcaktuar që afati I mbajtjes së pozitës është deri në 2 vite. Po tash ka shumë institucione që me ushtrues të detyrës janë duke kaluar edhe mbi 2 vite. Dhe gjitha vendimet të cilat merren, përfshirë dhe vendimet për çështje ma bazike, si çështja ndarjes të pagave, caktimit stafit e tjerë, gjitha këto vendime janë të kundërligjshme, edhe nëse për nga materia atyre janë të ligjshme. Për çfarë arsye? Sepse janë nxjerr nga personi jo kompetent, nga dikush që nuk mundet me qenë ushtrues I detyrës. Dhe gjithë këtë situatë do thotë, kjo situatë nuk është krijuar sot, kjo është krijuar ndër vite. Do thotë që nga fillimi I kësaj qeverisje ka përgjegjësi edhe penale në këto raste nga ana ushtruesve të detyrës. Tash në raport me ushtruesit e detyrës varet pej rastit, varet pej faktit dhe varet pej veprimeve të cilat I bën gjithë secili. Dhe nuk e kemi një përgjigje me thonë po secili ushtrues I detyrës që e ka bëu këtë, ka përgjegjësi penale për shkak të kësaj. Në varet tash do të thotë nëse ushtruesi I detyrës ka pasur një marrëveshje paraprake me dikën për të shkuar për të bërë ushtrues detyrës, për të marrë disa vendime të caktuara dhe për të larguar nga aty. Varet vendime të cilat janë marrë, etj për shkak se vepra penale, përgjegjësia penale e kërkon edhe aspektin e dashjes që konsiston me qëllimin kriminal. Dhe për këtë arsye do thotë duhet të shqyrtohet rast pas rasti, pasi nuk mund të themi se të gjithë ata që kanë marrë këto detyra kanë përgjegjësi penale. Por gjendja e krijuar deri në këtë situatë definitivisht se paraqet një administrim skajtshmërisht të keq që ka pruar gjendjen e administratës deri në këtë pikë. Zotëria Jupi, në të kaluarën partitë politike në Kosovë shpesh I kanë ndjek këshillat që kanë ardhur prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe po ashtu Bashkimit Evropian, sidomos kur bëhet fjalë për çështje madhore. Tash, megjithse këta partnerë vazhdimisht kanë kërku edhe po kërkojnë publikisht që me u konstituu Kuvendi I Kosovës, mu formu qeveria sa ma shpejt, po duket që ka një rezistencë nga ana e partisë, sidomos partisë më të madhe e cila ka shumicën në këtë kuvend, për me bashkëpunu edhe për me pas ndërtim të institucioneve. Çfarë peshe politike ka ky presion ndërkombëtar që po bëhet dhe kjo sjellje e skenës tonë politike? Ndoshta isha ndërlidh bashkë me këtë pyetjen e juve dhe ato që e tha Gëzimi më herët, është rasti kur kemi pas asistencë teknike me njëherë pas pavarësisë. Sidomos në administrimin edhe reformimin e administratës publike, aja ka qenë arsyeja që ushtruesit e detyrës e ka pas mandatin me 6 muaj. Se kanë llogaritë që 6 muaj është një proces regrutimi kryet. Domethënë vetë fakti që këta e kanë bërë ligjin për administratë që ushtruesi I detyrës një herë me qenë një, tash 2 vjet. Këta janë të frish administratën publike, që është kundër normave të EU-s, se na kena pas kur e kena bërë 6 muaj, është arsyeja që e përmend edhe më herët, është çaja problemi që ushtruesin e detyrës e mënon edhe shkarkon me një vendim.